Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë një histori që vjen nga një fshat i Durrësit dhe konkretisht nga fshati Shkafan. Një 77 vjeçare me emrin Zoje Kurti na ka telefonuar dhe ka kërkuar ndihmën e programit Pa Gjurmë pasi djali i saj prej 2 muajve ndodhet pas ekrave dhe bëhet fjalë për Skënderin, ku fatkeqësisht Skënderi është denoncuar nga djali i tij 20 vjeçar. Por çfarë ka ndodhur në këtë familje do të jetë 77 vjeçaria zonja Zoe Kurti që ditën e sotme do e rrëfojë këtë histori dhe do kërkojë ndihmë padyshim. Kështu që unë e përshëndes 77 vjeçaren. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Unë e kuptoj që nuk ndihesh mirë dhe ke fort emocione. E dashur Zoje, unë nuk dua që në minutat e para të lëshosh lot, por e besoj që je një grua e fortë dhe sot të dyja do të jemi për ta dëgjuar historinë. Unë e para do të dëgjoj historinë tuaj dhe dua që zëri juaj të dëgjohet nga ky transmetim. Ti ke ardhur të kërkosh drejtësi për djalin i cili ndodhet pas ekurave. Kështu që më premtoj që do jesh e qetë. Po. Mund të pish pak ujë të lutem, nëse nuk ndihesh mirë, e në fakt e vështirë për një 77 vjeçare të tregoj çfarë ka përjetuar në familje dhe pse i biri ka përfunduar në burg. Por sa dhe ti të marrësh pak veten, unë dua të prezantoj një material, një kronikë që gazetarja jon Klaudia ka përgatitur enkas për historinë e familjes tuaj dhe rikthehemi sërish në studio. Kjo është historia e familjes Kurti, pikërisht për Skënderin do flasim, babain e 2 fëmijëve i cili ka 2 muaj që ndodhet pas ekurave pasi i biri e ka denoncuar për dhunë në familje. E dashur Zoje, ndalemi pikërisht tek momenti kur nipi juaj, pra djali i Skënderit, e denoncoi babain në polici. Çfarë ndodhi atë ditë? Ai erdhi nga Italia, çoni, Skënderi, nipi, po. Nipi. Erë nga Italia me 2 çonet të 80 vetë. E ne u kanë përballë në rrugë. Të një ka thënë, ku e të shku se ka qenë në lume, nuk duhet vite. Pra, nipi. Le të themi që konfliktet kanë qenë para shumë vitesh në familje. Po, kanë qenë, shumë. Që ta kuptojmë qartë më mirë historinë. Historia që ka nisë fillimisht, ka nisë nga goca. Atëre, Skënderi u martua para shumë vitesh me... U martu me Mirandën. Me Mirandën, po? Tishte ky hiku në Itali si gjithë tjerë. Çoni, Skënderi. Para shumë vitesh bëhet fjalë. Po, shumë vite. Po dy më ku ka qenë vallaj se nuk maj me nana se me vjetër. Edhe u martu dhe ne ti muj 2 muj hiku. E qartë, pas martese, shkoj në emigracion për një jetë më të mirë. Me shoh fugon, që thonë më, që hik kaladetin. Me traget. Jo me traget. Që shkoj kështu. Me maune që u fshe në brenda traget? Ja, me që thonë ative, me skaf. Me skaf, ka ikur me gomone. Me skaf. Pra flasim për vitet kur shumë shqiptarë rrezikonin jetën e tyre dhe largoheshin me skaf drejt Italisë. Po. Edhe shkoj atje. Që ka punu në Greqi, ke vëllezërit e saj Mirandës. Para te Kunetrit, ishte Kunetrit. Para se mërtohet. Edhe ky në feje se luti, shkojmë ke vëllezërit duhet, zojmë ven atje. Aja nuk më ngjoj me shku. Nuk donte nusën. Nuk donte. Si u njoha i me nusën e vetë, Skënderi me... Fatu u ka njoh, ato si nuk i në largë, u ka njoh me... Kemi jetuar në një zonë? Të dy. U ka njoh vetë. Me dashurin? Me dashurin e vetë. Po? Aforina nuk i në shumë largë. Aja është nishëm, i thonë. Po? Me i në shkafone ma poshtë, dashurun, u fijun, u mërtun, shumë mirë. Të shë kyra hiku, të shë pa letra, pa se gjo rruga ishte pa shumë që sa me shku me ardhë. Nuk ishte dokumenta të regullta që të vinte dhe të shkonte. E qartë e kuptoj, në mënyrë ilegale a i mbriti në Itali të punonte për një jetë më të mirë. Po? Të shë kjo u mërzit. U mërzit se nuk dojtë burle vetë më. Edhe bëni letret, i bëni mas shumë kohësh, i bëni me lek letret. Me zërë, nuk i heci shumë aja. Edhe shkoj në Milana, qoni, qenë Firenze, shkoj në Milana. E qartë.
Atje ne ti ja pak ne ke matra ime. Ka matrën atje. Po. Ne atje si këshomon, sa net nuk e majmen. Edhe ma ne mu shpi. E shpi të vogël kishte. Kjo lindi 2 fëmijët. Lindi 2 Po, në atë ko, e mori dhe nuse në Itali, e puan bashkë? Ja. Po si, nuse jetonte me ju në Shkafan, kurse Skënderi në emigracion jetonte në Itali. Dhe sollën jetë 2 fëmijë gjatë kësaj kohe, kur ai vinte në Shqipëri dhe ikte edhe në Itali. Dhe çfarë ndodhi më pas mes çiftit? Ishte vite këtu mu letrat, nisa hajde sa shkojmë ke matratuja. Pra, Skënderi është lutur sa herë nusës? Ju ka lut, po. Që ajo të shkonte në Itali dhe të jetonin atje. Hajde sa punojmë atje sa. Zajmë shtëpi, zajmë gjithë sa. Në rrejmë atje, kjo nuk pranoj, çdo këtë të kemë atërtimia, sa. Por pse nuk pranonte nusja të shkonte në Itali? Nuk ndjojnë me shku, ata kanë goca, pa ne dhe me shku të atje, e të fjallë të asaj. E mirë. Mirë, sa rri. A ne shkojnë në Milana, mëse ne kemë atrajime. Po, e qartë. Ne të sanet ato dhe mu një shtëpi të vogël. Shtëpia nuk i përballojt e gjithë, si që shumë e vogël. E ne tha, hajde tha, atje në Itali, atje në Milana, marrë 2 fëmijët e hajde shkojmë tha. Kjo tha, ja, ato ku ke fut të kurva, tha unë nuk vi. Se ajo dyshonte se djali juaj e trahtonte? Atë punë kishte, ma ta kishte. Pra, le të themi, konflikti mes të rinjve e çiftit ishte për shkak të xhelozisë. Miranda gjithnjë ka dyshuar se ai e ka tradhuar. Po? Edhe në ditë që viti ka, vallahi, nuk ma e men, ma erë, pati darsëm goca ime, mërtoj një fëmijë, edhe erë kë. Nga Milana, erë dhe to, më darsëm. Tishte kë, unë nisë me hikë, që pa bifja një ke goca, tishte. E qartë. Ke mesa. Po, ma tërgoni, ta dëgjoj këtë histori. Goca ishte në shkollë, në Shkafane. Flasim për vajzën e Skënderit. Pa. Sa vjeç ishte? Ishte në klasë 7. Klasë 7, 13 vjeç, diçka e tillë. 13. Po. Po. Ishte në shkollë kjo nuk u sjell fort mirë. Vajza. Shkoj çoni kjo vllajem, se ka më afër vllaj, ai ka pas shumë laptop, që thonë. Po, e qartë. U shifshim, atë aneti. E një tha, babit vetë, tha, unë nuk më në shkoj ke shkolla, tha, se rinë të më thonë, tha, qonët, tha, që e vlaj dashnarës tanë. Për gocë. Ti të ishe i ullë, se gjithdo babi i ullit për fëmin. Dhe Skënderi e mori me vete në Itali vajzën? Masë në mrapa, shumë mrapa, erdhë këtu, e në goca, qoni tha, ato ke stopi, e ka marrë, tha, gocën. Pra, le ta themi se ju e bët publike që në një emision tjetër, nipi juaj ka denoncuar babajnë. Po. E qartë. Por, më tërgoni historin për ta kuptuar dhe për të dëgjuar edhe versionin tuaj, dashurzoje. Skënderi pas problemeve që vajza kishte në shkollë, edhe djali që nuk ndihesh mirë, që motrën, le të themi, e bulizonin apo e gacmonin, vendosi Skënderi ta merrte vajzën në Itali. Jo, nuk ka vendos vetaj. Ja. A i tha, kur t'ju marrë gjithve. Ja bashkonte gjithë familje. Po, t'ju marrë gjithve. Kjo, gocat i shek, qoni u bo gati me hik, e ndul ke porta, me hik. Ishte dhe qoni imi tjetër, i madhi. E qartë. Kjo ju tur mrapa, dul gadha ma vetë, a një sa babit dhe tha, o babsa, unë du t'di me ty. Pse babsa? Jo, unë du me arsa se... Nuk i ljap ma vetë, ma hik me babin tatë, hik, e kërmoj vetë. Pra, vajza e kërkoj vetë që të shkonte me babajnë që të dhe në Itali. E kërmoj në në vetë, hik me babin tatë mrapa. Pra, Miranda i tha vajzës që të jetonte me babajnë në Itali. Hik. Për shkak të situatave dhe problemeve që këshin ndodhur në shkollë. Edhe, mirë sa kjo, hajde sa. Me traket ka hik. E qartë. Qofë, tha, se unë të kaloj mirë, së në kalova, tha, te, këthe hom rapqë, hecë me gjardin, thë në shpi. Për fatë keqe kaloj, higu, se si e ka kalo, u s'digja, me traket. E qoj në Itali, vajza. E qoj në Itali. E fotin shkollë, i qoj bësa në ke firmët gjithë mrapa, e fotin shkollë, i bone dokumentat, e një thujtë mësa kleja, se përgjigje mund, për shdëllë i gjaje. Përgjigje. Si një baba që kujdeset për fëmijën, është normale kjo gjë. Po.
Kjo t'ishte, nuk e di se kua ka pas hallin, nuk e di. Flasin për mbesën. Për mbesën. Nuk e di kua ka pas hallin, edhe i ditë për i ditë, tha, e kështë marrë zjusha në telefon, mësuesja gocës, e kështë marrë në telefon që ka shumë kohë që s'm ka gocën në shkollë. Kjo ishte në punë, ku e ka marrë. Se ka pas numrin e telefon të toj. E qartë, mësueset njoftojnë Skënderin që vajza nuk ishte paraqitur për disa ditë në shkollë. Edhe i tha, o Kleja, tha, pse s'ke shku në shkollë? Tha, kur të vitha i kine e dy fjallë bashkë, se unë të kam qenë në shkollë, tha, ti ka plotësuar gjithë konditet. Je lejt e lekt ato, që çerdush për vetën tate, se s'di janë çerdate, që u i ke lekt, blej çerdush. Ato mëse ne kjo, kur i ka thonë këtë fjallë, ka shku, ka drejtuar drejt në polici. Vajza. Ka shkuar në polici dhe kë ka denoncuar? Në polici të Milanës. Në Milano, po? Ka akuzu babën e vetë. Për çfarë? Më ka rraf. Më ka... Qa ta thëmë? Është e rëndë akuza. Sa ajo e ka denoncuar babajin, jo vetëm për dhunë, por se ka tentuar të abuzoj seksualisht. Pa, këto, këtë. Të shë gocëm të policia, se shkoj atje, e ka lutë në fakt policia, ku të qoj, policia Milan, qa ke këto dreja për të qoj, ja, do të shkoj atje në qendër sociale, i ka thonë. Dhe vajza përfundoi në një qendër sociale, pas denoncimi që bëri për Skënderin, për babajin e saj, sa i është e rëndë kjo akuzë, ajo përfundoi në një nga shërbimi social në një qendër sociale. Por me Skënderin, me djalin tuaj, çfarë ndodhi? Se padyshim që policia t'ishte me çonin tem. Kjo, e kanë marrë, e kanë vizitu gocën, ka dalë ta manë, si që ka lepi në nëzë vetë. E qartë, e kuptoj. A sildoj, e ka gënjë me këtë muhabet. Këto t'ishe kanë marrë, e kanë fot në burg djalin. A Skënderi u dënua në shtetin italian? Po. Sa vite u dënua? U dënua 5 vjetë. 5 vite burg i ka bërë në Itali? Po, 5 vjetë burg. E ne marroj 5 vjetë, që nërë këtu i dhanë 5 vjetë, që mos u shkelte në Itali. Pa. Por në momentin që ndodhi kjo ngjarje dashurëzores është shumë e rëndë në fakt. Shumë brama, këtu nuk mund rri rahat ai, me këtë fjalë ai nuk drejtën ku s'ke ku kërko. Por çfarë ndodhi, sepse nusja me djalin jetoni në shtëpinë tuaj, ndërsa Skënderi me vajzën në Itali, në momentin që ndodhi kjo situatë, çfarë ndodhi me Mirandën dhe me djalin? Gjatë burgut që ishte çoni im, ishte në burg Skënderi. 5 vite në Itali, po. Kjo hiku. Miranda, nusja. Po, shkoj net ke motrat e veta. Punoj të 3 muaj, vite, mirë, vite. Rrath në fundit, mëse në punoj 3 muaj në shkoj ke baba vetë, nuk e mogë shpije ime. Por nuk u nda me Skënderin kur... Ja, si nda hala. Edhe, shkoj ke baba vetë, erdhe mu qonin, pigo qonin, ne 2 javë atje ke baba vetë, në dishëm, ke gjyshit e vetë, e la mama në vetë atje, edhe erdhe ke unë. E qartë. Nipi. Neta, to 3 vjetë ka majton, ke hikte, shpnojtë në Itali, boni dokumentet, të akuzu djalin tem, vjena refe, vjena mëte, vjena vrete, qështë s'ka fëlle, qështë s'ka thë. Por nga kjo situatë, le të themi Miranda nuk u divorcua, por... Ja, hala, sës divorcu. Akoma nuk është divorcuar. Ata fizikisht janë ndarë me njëri tjetrin, në? Da, janë. Por nuk janë divorcuar ligjërisht. Por momenti që vajza denoncoi babain, le të themi Miranda e besoi vajzën, apo besoi Skënderin? Vajzën. Pa tjetër vajzën e vetë. Piku atje në Itali, mëse në punojt e ke matët e veta, e në u shkëpot nga unë. Kja. Edhe shkoj në Itali mu qonin, Nipi. Erdh, mas 3 vjeç, mu nipin e ka majton 3 vjet, qonin, nipin, e ka majt 3 vjeton. As një 5 fleksh nuk i ka pra. Qoni unë ataste, s'kishte faj, ishte i vëgël. Du telefonet, du shdoj gjama, ja kam plëcu shdoj gjaje. Pra, gjatë kohës që Skënderi ka qenë në burg, le të themi nusja u largua nga shtëpia dhe shkoj në Itali për të punuar, ju rritët nipin, dërsa mbesa kujdesej shërbimi social qëndra në Itali, në Milano, ku ajo u vendos. Por, çfarë ndodhi më pas? Pasi Skënderi doli nga burgu. Doli nga burgu, erdhë në Shqipëri. Po, dhe dua të ndalen këtu. Ju si nën, nuk e besua që Skënderi ndoshta mund ta kishte bërë si veprim. Nuk e besoj kur.
Asnjëherë. Nuk e besoj këtë. E kam pyet mesën, se vite ajo, por s'ishte babai vet ato vite. Pra, Mbesa mbajti kontakte me ju si gjyshe. po. Vetëm me babain, le të themi, nuk flisni. Ja. Po? Edhe unë e pyeta, thash, Kleja, qënë të muhabete? Pse ke thonë këtë muhabete? Ja, tha, mu babim së më ka prek me dorë, tha. Po pse e qiti këtë muhabete? Nuk e di që kam thonë. Kështu ka deklaruar vajza? Mu. Shumë ka deklaruar. A ne, tishte, i thash, unë, se njëshë muhabete tjera. Kur temi të gjojë muhabetet të tjera për çfarë konkret? Për gocën, e për çunin tem. Thash, të ishte mu ke përta me mbo be në gjami, du be për teje, të lahët shpirti im, që te, këta besoj. Hajde në gjami, mbo be, për ditë gjëmoje, se u ka bo me çun vetë, goce. Pra, vajza u rrit në shtetin italian, vazhdoi jetën dhe sot është martuar. Po. Është bërë nën, po. Thashe mere çunin për dore, dhe hajde në gjami më be ato, që mu djali jotë mi ka bo këta gjona. E vrasun me dorën teme. Në qofë se unë nuk e vras, i thash, shkoj në polici, në i tham, kalb një mburg, më si qitë një më fare, nuk du të shaf me se. Mi pa ja nuk vi. Mi ba bo këtë. Qartë, i kërkon të shkoj në një vend të shenjtë, të betohet, por nëse vërtet kjo ngjarje është e sajuar, djali juaj kreu 5 vite burg, dhe është shumë e rëndë. I ka kreu kot, se shteti italian, shteti gotës ishte e vëgël, ishte në nëmorë. Minorene, e qartë. Por kur vetë Skënderi doli nga... Dërse goca i dule pastër, pse e akuzate, pse? Pse e banë burg 5 vjetë? Goca dule... Ajo nuk e akuzoj dhe babain për dhunim, a i tentoj të abuzonte me mua, kështu ka deklaruar vajza në polici. Pra, ka tentuar, po jo se ka ndodhur kjo abuzim. Kështu është bërë denoncimi nga vajza në ato ko. Por në momenti që Skënderi doli nga burgu dhe erdi në Shqipëri, sigurisht erdi në shtëpinë tuaj, tek nëna shkoj, ku do shkonte. Familja ishte shkatëruar. Vajza në Itali në qëndër, grua i kishte ikur, djalin e gjeti aty? Ja, erdhe mora, ja. Gjatë burgut, çonin e mora. Pra, në përfundim të burgut, edhe djali u bashkua me nënën. Unë dua të di, ti ke folur me djalin, kura i ka dal nga burgu, a i ta ka treguar këtë histori. Çfarë të ka thënë konkretisht? Po, më ka thënë, pra, që këtas nuk kanë akuzu këtë. Ma ka thënë 100 herë. 100 herë, e në bugun ma ka shkel me kam. Si kishe, unë tha, me shku ke gëca imi. Që ke muhabet, a i vjen me lujt menç, kur i shko menja, a i vjen me lujt menç, kur i shko menja ke muhabet. Por vajza bëri një veprim të rënd, denoncoj babajnë me një akuzë shumë të rënd, për çfarë e bëri të gjithën? E re, me shpëtu vetën e vetë. Dojtë e liria, nuk dojtë e për shemëll me bo shkolle, me në nurdë babit vetë, si i thojtë babit vetë, mësa, bëhu dikush, përgjigje mund për të lëgjaje. Pra, nga frika, po më të goni, që babaj zbuloj që vajza nuk vinte në shkollë, kjo e fundit e denoncoj në polici. Po. Pra, këtë dyshoni ju që ka ndodhur. Po, kjo nga ja që dojtë me dalë shumë e lirë, i qiti këtë fjallër. Kurse qoni nipi, më thojtë mu se një këto, se nuk i patavu hala ta telefonat. E qartë. Me të pa me kësho. Shkojtë i ki kushëni janë ato. E në më sa mua mamë, të e na tha mu më vjetëp, sa me shko ke tani sens, ke kushëni burrit e. Po. Po pse thashon në gjemin, vjetëp të? Sa më vjetëp, sa në shaf klejën, tha, të bë lëllë janë është, tha me. Të njët me qunë të talë, thash. Po ja, në thash, s'ka gale, po. Se re, thash, nuk ka një gjanë, thash, atë rritë si motre vlato, thash, me kalu kohën. E kaq, tishte erë, djali. Dhe ndalemi këtu. Pasi Skënderi kreu burgu në shtetin italian 5 vite, kreu dënimin, a i erdi në Shqipëri dhe vazhdoj jetën me ju dhe me... Që shumë mirë, vetëm unë kam qenë vetëm, se burri më diq. E keni humbur bashkëtin? Po. Ngushëllime, po? Burri më diq. Atë natë që kam bo vitorin e qonët, burri tim, po? Erdhen këta të 3. Erdhen? Po, erdhen. He Miranda. Ishtë nusja, le të themi dhe Nipi dhe Mbesa.
Por kur u përballën me Skënderin? Tishte, ishte du me qitë këta unë. Tishte goca, kjo i latë dy kalame të hiku, se nuk, më tha mu si t'ja bëj, tha shte e diki, se nuk dojtë e kja asnjë. Rritë të isha me fmi, me non, me bab, me motër, me dhe, mu së më kalon gjanë, dion, pa më thonë. Më ka akuzu me miliona herë. Ish nusja? Ish nusja. Këto... Burrim, thojta, është kapil rrugësh, kapil kooperative. Por pse kështu është sjell nusja gjithmonë? Sho për zotin, prap unë e aprojshe. Nëse folte, prap, bësë mërzit, i futë që dorë në qafë. Erdhë babë, e merte babën e vetë, vite i shkreti, robi mirë. I tha, i heri, tha, te babë, tha të pasar goja këto, tha, se ke unë, tha, ma ka dhe se ke folkëshë. Por pse këtë marrëdhënie të keqe ju me nusën ato kohë? Nuk i di. Mendova që gjithë debati dhe shkatërimi i familjes ndodhi pasi vajza Mbesa bëri akuzën për babain dhe aty nisi shkatërimi i familjes. Po do të kishe këtë kishe siklet ke, më nuk e di, kishe po një mërzidit madhe. Nuk e di, se ka jertje, ka lus të hec, ka spranojte, ka rejtë të fëllë, të shahet, të bërtit. Por me Skënderin si ka pasur marrëdhëniet në fillim të martesës, vitet e para? Mirë kanë qenë, shumë mirë. Mirë qenë, sa ka. Ose ne, kur zgjatë kjo që zvite, se së në vite ma, se së në vite në skap të qenerë. E qarë që qëndronte në Itali me kohë të gjatë, nisëm konfliktet. Po, nisëm nëse ne jo, ne, fjalët nuk ma hanë me në fjalët e asaj. Por gjithsesi, edhe pse kishte ndodhur të gjitha këto konflikte, ky skandal me Mbesën, të ndarë... Ishin para këta. Jo, dua të ndalë tek kur bashorti juaj vdiq dhe ju bët vitin. Po. Miranda Ishnusja ka ardhur në shtëpi me 2 fëmijat. Po, dhe çfarë ndodhi? Erdh, la 2 fëmijët e në hiku. Nuk qëndroj. Le të themi nuk pati asnjë lloj takimi me Skënderin, me ishburrin e saj. Çoni ishin buk çoni, ishin në Itali. Ka qenë në burg në ato. Po. Po e erdha si ishte e ti, se ti ishe do zrite ja. Po. Ti ishe goca. Në vend për kishe 10-15 veta, natë për darkë, nesër kishe drekën. Po. Që nullën të avalinë, gjithë kjo ngrejt, majtë e qantën shumë, e qantë vëgël, në qafë, e në dullë, se që mund telefon, nëjse, kam një shpi, shumë 2 kache, dullët e në ka 2, se që folë, të nuk e dhja, me nane veta ku të në që folë. Në hiku për shpije. Hiku për shpije, erë qoni, qonë nipi ishe të lujtë, me shok të veta nej. E qartë. Të shikësharë si makinën e këshin marë. Hiku, me makinë kjo. Shkoj dullë kjo gjë i lalëzit. Dullëm na, se thashko se ka shku ke kushrejt, tonë. E qartë. Te kërku, jo, thaj qonë në që të shikjemë rënë, thaj qoni kushrenit. Të shikjemë të thë, nuk ka kleja këtu, thë. Aja pasa hybë makinëse, se unë i pashtë ta kopë të hybë makinëse. Dhe që ka ndodhi? Ato më sa në erë qoni kë shpia, këta tjertë nuk di që gjo me në shpi. Dullë vetëm unë me gocën temi. Po. Jashtë të shpisë. Për të kërkuar Mbesë. Po. Këta nuk di që gjo fare. Erdhë qoni më sa si që të lujtë atje. Erdhë kapi, hekër, spatë, gërthiste, qajte, dhe qëkoj ta vrasë, dhe qëkoj ta mesë, dhe qëkoj. E mund më sa qoni me madhe, e hibi makinë, të shkonë atje. Ke gjeri lalëzit. E ne gjetën të pi kafe. Po. Ta valin, me dy qona, ku dy gjanë, mas dy gjanë. Edhe, të shte, ja kanë qonë nëndës vetë. Kë shpia, atje, nuk ka kë shpijime, ka shohë, ndalë të nishë. Mund telefon ke mund, që boni kështu, ju tjeki kështu, jo, ne. Por i thashe, jetë me ndeja, aja hiku thashe shpijë, që të mblujt me në qonë jetë. Edhe shuzoj, ti po më tërgon me pak fjalë që Mbesa juaj, le të themi, donte liri dhe bënte një jetë jo fort të mirë dhe kjo mund t'jetë arsyeja pse ajo akuzoi babai pa të drejtë. Këtë po më tërgon, se po më tërgon disa episode për treguar jetën që bënte Mbesa dhe ndoshta nisesh nga kjo gjë, që akuzoi babain e saj pa të drejtë se kërkonte liri. Ajo ka qenë fajtore qysh në klasë 7. Ka qenë fajtore me vetën e vetë, që nuk u ka sjellë mirë. Atje shkoj, të shte shpëtoj, akuzoj djalin tim. Këtu o më beti, këtë du me kitë. E në djalim, për në nuk rri rahat, shumë acarohet, e në dërnaj mesazh goci ka qu, nuk tham, mirë, nuk ka bo, keq, për nga sikleti në jeqa.
Por ai në momentin që doli nga burgu Skënderi, humbi kontaktet edhe me gruan. E kishe unë numrin e tive. Nuk e mëllën numrin të ata. Por edhe me fëmijët. Fëmijët nuk pranuan Dy fëmijët e kishin me mu, jo me babën e vet. Por telefon tim. Flisni me Skënderin? Ja. Vajza jo, po djali. E luste ky çonin në telefon tim. Skineri. E luste çonin hajde. Dil. Het, e ke derën hapt. Het sa herë dush ti. Unë me mamin ka ditë në vetë. Te mamin tatë ma je mirë. Ma se ullë mamin tatë. Ma je afer. Ma je në krahe. Por, gjithsesi, pas kësaj ngjarje, Skënderi doli nga burgu, erdhi në Shqipëri, edhe djali nuk i foli më babait. Që pra kështu, këta jem të tregu. Po, këta jem të tregu. Që e luste hajde, a i filloj të të shamësën. Jo pedofil, jo du të vitë jo vrase, jo mener ju shëqona mos e kalama jo kam, du të vitë jo i thoi dhe Skineri. Mos i përdorim këto fjalë se jemi në transmetim dhe dëgjojmë nga të gjithë të lutem. Ta ndjoj gjithë, ta ndjoj, të shkojnë ati jetje. Pra, djali Nipi, juaj përdorte një fjalor shumë të rëndë ndaj babait të tij kur fliste. Dhe kuptoi qartë që ata nuk folën më. Edhe unë t'ishte, e mure telefonin tem, e një thash shunit, Nipit, i thash. Ti, thash unë, çfarë fjalë the me atë Muhamet? Nuk unë ktheu përgjigje. Thash, se demrava te nuk e punë me mu ma, nuk du të shaf, nuk du të ngjoj, mos më ja ma fare, thash. Nuk të du ma. I the Nipit? Pa, të kam desh, thash, ki shpirti, t'ishte thash të si as kushi për mu. T'ishte, erdhë, me gjithë dy qonet e tezet vetë. Dhe ndalemi këtu, se Skënderi ndodhet në burg tani për këtë situatë që ti do më tregosh. Pasi më tregove gjithë historinë e Skënderit dhe fëmijëve të tij, që ai doli nga burgu, pati këto konflikte, u nda me fëmijët, vazhdoi jetën me ju, i qetë. Pavarësisht se vuante humbjen e familjes dhe shkatërimin e saj. Por çfarë ndodhi përpara 2 muajve? Na i shpjego të gjithë situatën, dashurzoje. Ta pra do mi qeton dishe herë nga Italia, çoni, Nipi, herë nga Italia me gjithë dy çonet e tezës vet. E qartë, po. Edhe kanë taku në rrugët. Skënderin, babain e vetë. E një ka thonë, kuj do shkuj, ka thonë, jam të shku ke nana. Të s'ke pun ke nane, ka thonë, pse për shku ke nana? Të nanën e kisha. Ato ma nuk e di, u kanë në shu. E një ka ra qonit kë, ta dy temajt. A i ka kapi bloka, ku dhënë që ka kapa toni, i ka ra mund që këtu. Skënderit. Djali ka goditur babain. Pa, e në u lanë gjakë. U ka shku në doktor, u ka qepe, u ka shu. Edhe qonin e futën në burg. E majtën 2 muaj, edhe e qitën në gjendet lirë. Po. Dhe dyrin paraqitje. Po. T'ishte ky dojte me hik në Itali. Nipi. E akuzoj t'ishte babën e vetë, e qiti kistopi, ja tha fjalë të gjitha, që i përmena. I tha më ka morë motrën, ka përfundu në polici motra atje në Milana. I tha, ka raf mamin, e fosë mamin ma e ndhamë të rifte, e na ishim ato, ka thonë gëstopi. Po, e qartë. Po, ka bo pun pista me vajzën e vetë. Dhe pas këti denoncimi që a i bërë një studio televizive, Skënderi përfundoi në burg? Po, këta pra të shehu fund në burg, kur boni këtë denoncim. Pra i ka bërë një denoncim për çfarë, sepse nuk mund të arrestoj policia, pse a i mori vajzën në Itali, sepse a i kishte kryer atë dënim. Pa hikën ata, të shehu kjo, këtu. Po, që a rafi babin e vetë. Edhe i bani denoncim të Gestapi. Por çfarë bëri denoncimi, sa i nuk jetonte me djalin? Po jo më akuzon, nuk më le me punu. Ku duhen të thojtë më, i tregoj më këta gjë. Do shta djali juaj në nerva e sipër i ka dërguar një mesazh, mund ta ketë kërcënuar djalin, vajzën dhe ata kanë denoncuar? Jo, fare, vetëm mesazhin ja ka çu kur dul Gestapi. Çonim, gocës. Dhe çfarë i shkruajti në atë mesazh? Nuk e di çka ka shkruar. E kërcënoi ose e kërcënoi, po. Pra babai kërcënoi vajzën. Pa, e kërcënoi. Dhe kjo është e rëndë. E rëndë është. Po e kanë të dyru, pra. Të shenaj keq ka. Vëdëm këta mi vu kome në ky 3 ratë, ata 3 në kam, gjithë. Si që e ka kështë? Dhe pas këti mesazhi, a i undalua... Mas këti mesazhi, erdhe dhe arrestore që në burg. Dhe ka 2 muaj që është pas Ka 2 muaj që është në burg.
Ende nuk është marrë një dënim? Ja, nuk është marrë dënim. E qitën ato, çonin e qitën për 2 javë, për 2 muaj. Kurse këta jo zehen. Po djali, pse qitet e? Ku që ky që? Në këtu që ato kuaset, për shembull. Në cilin burg? Në fshat. Çonin që e lirohen, pri burgu, me babën e vet për ditë, për shembull, mi katon, mi fshat, mi vet. Qartë, e kuptoj. Po pse nuk u zonë, kurse për babën e vet që në burg, dhe që thonë, ja, zehen, tha gjokata, zehen, trojnë burg. Ende nuk është marrë një vendim, një dënim për Skënderin. Ku po e kryen, ku ndodhet aktualisht, në cilin burg? Ato ke Kneta. Në Durrës? Kneta Durrës. Në burgun e Durrësit. Besoj ke shkuar, e ke vizituar, e ke takuar. Një 77 vjetë që shkoj, ku kam fuqi me shku me, a i do të hajë atje, do të lahat, do të nërët. Pas kësë ngjarje, e dashuzoj, ke mundur do të flasësh me nipin, me mbesën dhe me ishnus? Jo, si du, ma, nuk du as mi pas, me folës, nuk du, farë. Por ti ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë për t'ju dhënë një mesazh atyre. Po një mesazh e një mesazh aty stopit. Por gjithsesi, për kolegët nuk do doja mesazhe, është një studio televizive që e njëjtë si ne. Edhe unë sot kam ftuar një personazh që zëri i tij të dëgjohet dhe jeni ju pikërisht, sikurse kanë bërë unë këtë gjë, atë gjë kanë bërë me nipin tuaj. Por më mirë le të merremi me nipin, mbesën dhe ishnusen për t'ju dhënë një mesazh. Ti s'ke mundur do t'i takosh dhe ke ardhur nga së studion e emisionit Pa Gjurmë se je sigurt që ata do të dëgjojnë, do të ndjekin, dhe nëse nuk janë duke na ndjekur drejt për së drejti në këto momente, në momentin që emisioni jon do të kalojë në kanalin në YouTube, ata do njoftohen që gjysha e tyre, zonja Zoje Kurti, kjo 77 vjeçare, nga Shkafana e Durrësit, ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë, ka rrëfyer një ngjarje, le të themi të pazakont, një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në familje, dhe sot ka një mesazh për mbesën dhe nipin që e kanë futur babajnë e tyre, djalin e saj, pas hekurave në burg. Kush është mesazhi e dashur Zoje që do t'i jepje nipit tënd sot? Nipit tem i du mesazhin. Pse i shkoj djalit, i tha ke shkolla, që i tha djalit në telefon që mu nuk shkoj në shkollë se më shajnë shokt. Më thonë, dashnari motrës tanë, 1. Se ata mund i binë asha i 100 herë, 200 herë, mund i binë asha. Se pasu puqe me folë 1 me 1, e në 1 me 1 ta të binë asha. Po që jenë të vërteta që këta fjallë që kam folë, çdo fjallë është e vërtetë, unë jem e vjetër, jem 77 vjeçe, nuk du të rejnë, nuk më falë ata si gjama, se du të vdesi ditë, edhe i du kush ja armeo motrën. E në si armeo, të ma përgjigje. Pse a i ka akuzuar që babaj rëmbeu motrën dhe të një Itali dhe abuzoj, kjo është akuza. Dhe ti sot kërkon një përgjigje që kush ja rëmbeu. Po, kush ja rëmbeu në si armeu? Kush? Si? Kanë qenë rëmbë to, kanë qenë 10 vetë ku ka hi goca, që ka kërmunën e vetë. Unë uroj dhe shpresoj që nipi juaj të reagojt, të t'japi një përgjigje, edhe pse situata është goxha e nxehtë në familjen tuaj. Dashur Zoje, unë kuptoj që je një nënë e lënduar, ti nuk e beson asnjëherë që djali juaj mund të ketë kryer vepra të turpshme. Kur, hajde pyet të gjithë, fillo në Kepradon, e ke ngju zonën e Kepradonit? Po. E dën Monzën e ke ngju? Patjetër që e një sezon. Dile pyet, pa ditë gjohën fare. Si o sjell djalim, qofse thatë kush i gjys fjalë më të vogël, jo drogaxhi, jo hajdut, jo kurvar, jo çfarë doj lloj gjëje që thatë, qofse të fol kush i gjys fjalë më të vogël, fjalët e mia të vinë poshtë. Por gjithsesi desha të thosha që mesazhin që ti përçove, aty djalit 20 vjeçar është nipi juaj dhe gjaku juaj. Po. Është. Shumë ka prek, shumë më ka ullë një gozhë në shpirt që asnjëherë për të bëhej s'ka. Se e ka vdesh shumë. E kam vdesh thjesht mas. Nëse ai do reagoj dhe kërkon të jetë përballë teje, ti do pranoje të ishe përballë nipit? Shumë. Ata du, po ne kam marrë më tepër. Kërkon një përballje me nipin? Shumë, fort. Por mbesës tuaj, çfarë do i thoshe sot? Mesat vjetë të mboj beto, siç kam thënë. Vjetë të mboj beto në xhami. Kurse nusës, ish nusja, 2 vjetë hekunarën. Ka bërë 3 seanca çonim, edhe ka hodhur në apel, nuk në gjë me hek, se i prishin dokumentet. Ish nusja nuk kërkon të divorcohet sepse i prishin dokumentet. dokumentet. Por gjithsesi gjykata
do t'i japi divorcin. Nëse një palë nuk paraqitet, gjykata automatikisht pas një kohe të saktuar, ja jep divorcin djalit tuaj. Ky boni interesancët, a ne priste një cop letër nga gjykata, që është, ku du mos e vendimi i gjykatës divorc, e qartë. Po, ky shkoj atje ja tha ka hodhë në apel, thënë. Por sido që t'jetë, një martesë që dy persona nuk jetojnë më fizikisht bashk, le ta hedhi dhe në apel, ish nusja nuk e mban dot atë martesën, se Skënderi e kërkon divorcin. Pra ta jep gjykata automatikisht divorcin pas një kohe të caktuar, kështu që kjo është një gjë që zgjidhet, por problemi më i madh është tani akuza për dhunë që djali ka bërë, që ai ndodhet pas hekurave, ende nuk është marrë një vendim nga gjykata, pritet që ai të dënohet dhe ndoshta mund të dënohet. Zoti e di, nuk e di, se që du të bëj. Dashur Zoja, ma me rikesh që ditën e sotme dëgjova këtë histori të trisht të familjes tuaj. Unë uroj që historia të jetë ashtu si që ju e besoni. Uroj që djali juaj të jetë i pafajshëm dhe ta fitoj sa më shpejt pafajsin. Por nëse djali juaj atë dënime ka marrë me të drejtë në Itali, ai duhet të jetë pas hekurave dhe këtë gjë besoj dhe ti e kupton, edhe pse zemra ndoshta si një nën nuk do të pranoj kurrë për djalin e vet, por çdo kush që mund të kryej vepra të turshme, kushdo që shkel ligjin duhet të jetë pas hekurave. Ja, ata si ka kryej. Ata nuk e ka bërë. Nuk e ka bërë. Unë të uroj më të mirat. Ju e dashur Zoje dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Mirë të dashur miq, me historinë e kësaj 77 vjeçare nga Durrësit, historinë e zonjës Zoja Kurti, ne kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, do të kalojmë në reklama, rikthehemi shumë shpejt bashkë për të vazhduar me të tjera histori. Mirë, jemi sërish bashkë dashur miq, jemi në këtë pjesë të dytë dhe në këtë pjesë të dytë unë dua të sjell në fokus 3 histori, do të flas për 3 persona të humbur që janë trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë për gjatë gjithë këtij sezoni. Do ta nis me foton e Berina Heqimaj, një 33 vjeçare nga Fieri, e cila është denoncuar nga familjarët e saj se ka humbur kontaktet me ta që prej 4 qershorit të vitit 2023 dhe mbushen 2 vite dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Berina Heqimaj. Jeni duke parë foton dhe të dhënat e saj. 33 vjeçaria jetonte me bashkëshortin dhe djalin në shtetin italian për shkak të dhunës së ushtruar nga bashkëshorti, është larguar me të birin e vogël nga shtëpia dhe ende nuk dihet, drejtimi është i paditur. Familjarët nuk i kanë dëgjuar zërin prej 4 qershorit, e theksoi të vitit 2023. Por kush është historia me më shumë detaje, unë dua të prezantoj një material, një kronik që kemi përgatitur për Berina Heqimaj dhe rikthehemi në studio. Berina Heqimaj ka humbur kontaktet me familjen nga shteti italian, që për qershor të vitit 2023, telefonatën e fundit e ka pasur me motrën e saj, Njoftima Hoxha, ku i ka treguar se ndodhen në një qendër sociale me 2 fëmijët e saj. Berina u njoh me shkuesim me Kastriotin, babain e 2 fëmijëve të saj, të 2 emigruan drejt Italisë për një të ardhme më të mirë për familjen që po krijonin. Po jeta e Berinës në tokë të huaj nuk ishte si ajo e kishte menduar. Kastrioti filloi të ushtronte dhunë ndaj saj. Kjo e fundit e denoncoi në policinë italiane, po që më vonë do të tërhiqte denoncimin për bashkëshortin për hatet të fëmijëve. Ajo vendos të drejtojë dyerve të gjykatës për të zgjidhur martesën. Në shtatorin e vitit 2023, divorci finalizohet dhe gjykata vendos që kujdesarinë e fëmijëve ta kishte Berina. Pas divorcit me bashkëshortin, Berina Heqimaj fillon një njohje me një shtetas italian. Familjarët nuk din shumë për të, pasi Berina ishte shumë e rezervuar në këtë pjesë. Në qershor të vitit të kaluar, ajo humbi kontaktin me familjarët dhe ata nuk kanë asnjë informacion për të. Berina ka mbyllur të gjitha rrjetet sociale, por telefoni i saj ende rezulton i hapur. Motra e telefonon, zilja shkon, por askush nuk përgjigjen nga ana tjetër e telefonit. Ajo është në merak për të motrën, pasi të dyja kishin një raport shumë të afërt me njëra tjetrën. Kjo është historia e Berina Heqimaj, dashur miq, kjo 33 vjeçare që ka humbur kontaktet me familjen e saj nga Italia prej qershorit të vitit 2023. Kushdo që ka informacion, kushdo që e ka parë Berinën, dhe në këtë moment e ubejthire gjithë emigrantëve që jetojnë në Itali, janë të lutur qoftë anonim të lidhen me studion e emisionit Pa Gjurmë. Unë vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë
Report TV. Nga historia dhe fotoja e Blerina Eqimaj do të kaloj në një tjetër histori, do të jemi në kërkim të Fiorentin Bardit, një 51 vjeçar nga Fieri, i cili ka humbur kontaktet me familjen që prej 28 qershorit të vitit 2022 nga Sicilia e Italis. Ky është Fiorentin Bardi, dashumish, i cili telefonatën e fundit realizoi me familjen e tij në Fier në 28 qershor dhe më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Dua në këtë moment të prezantoj dhe materialin që ne kemi përgatitur pikërisht për 51 vjeçarin nga Fieri, Fiorentin Bardi, e ndjekim dhe rikthehemi. Për fatin e tij. Edhe për 51 vjeçarin Fiorentin Bardi nga Fieri që humbi kontaktet me familje në vitin 2022, mbushen qershorin e vitit 2022, mbushen afërsisht 3 vite që ende familja nuk ka një informacion për Fiorentinin, ju bëj thirrje kushdo që e ka parë, kushdo që e di të vërtetën çfarë ka ndodhur me fatin e tij, qoftë dhe anonim, të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë dhe urojmë dhe shpresojmë që ai të bashkohet sa më shpejt me familjen, pasi kjo e fundit ka bërë denoncimin dhe shpresojmë që të arrijë sa më shpejt në gjurmët e djalit. Ndërkohë dashumiq, unë dua të bëj një tjetër shkëputje në këto momente, dua të prezantoj një klip të rëndësishëm, bëhet fjalë për Prostatolin, është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi sërish bashkë live për të vazhduar me historinë e radhës, do të jemi në kërkim të Mimoza Kallmi, dashumish, një histori që është trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë, një vajzë e re, pikërisht nga ura vajgurore, e cila u largua për herë të parë nga shtëpia e saj dhjetorin e vitit 1996 me djalin që dashuronte, ku mbërriti në shtetin italian dhe humbi kontaktet me familjen. Pas shumë viteve, familjarët arritën të lidheshin me Mimoza Kallmin duke e takuar konkretisht në Greqi dhe ka qenë viti 2008. Në fakt, fotoja që ne kemi të Mimozës është një foto kur ajo ka qenë vetëm 17 vjeç përpara se të largohesh nga Shqipëria në vitin e largët 1996, por kontaktet ajo me familjen i ka humbur në vitin 2008 nga Greqia dhe për vitin 2008 nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Mimoza Kallmit. Ne e sjellim sot në fokus historinë e Mimoza Kallmit se gjatë kohës që nuk kemi qenë në transmetim për shkak të fushatës zgjedhore, nuk kemi qenë për gjatë një muaji në transmetim, shumë informacione kanë bërritur për Mimoza Kallmin, ndaj unë sot e sjell në fokus këtë histori me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion, por dua të prezantoj edhe kronikën që ne kemi përgatitur për 46 vjeçaren, pasi sot Mimoza i bie të jetë plot 46 vjeç. E ndjekim këtë kronikë dhe rikthehemi. Pas 12 viteve nga largimi i saj, Mimoza Kallmi shfaqet për herë të parë në shtetin grek, gjurmë të cilat i zbuloi vetë familja në një zonë të Kalkidikis. Besa e saj ka takuar një zonjë shumë të ngjashme me 46 vjeçaren dhe pretendon si ishte tezja e saj. Një takim i realizuar në vitin 2008, që edhe sot e kësaj dite ka shumë dyshime, pasi zonja në fjalë nuk e pranoi kurrë që quhej Mimoza, edhe pse mbesa jep detaje të ngjashme me atë. Në fund të muajit pastaj e kam takuar te dyqani Bukës ta. E ka takuar sërisht, Po, për herë të dytë. Po, te dyqani Bukës ta. Dhe nga imazhi që vajza juaj takoi të zonjë, kishte ngjashmëri me Mimoza Kallmi të paktën me këto foto që... Po i kishten ati teze dhe i e kishten pse s'tregon, mami po të kërkon kishten. I kishte thënë drejt për së drejti. I kishten pse s'tregon, nuk jam më qeti ti kishten, po pse s'tregon, se mami të ka çuar dhe foto në televizion kishten. Po, dhe ajo kishte reaguar që nuk jam unë. E kishten e kam parë emisionin kishten. E kam parë emisionin. E kam parë emisionin kishten dhe çuni është rritur një çik Marineli kishten. Dhe me njerë ka gjetur dhe emrin e djalit tuaj. Po, edhe është rritur kishten çupa. Një takim që do të zgjaste fare pak minuta me Mimoza Kallmin dhe mbesës së saj, por 46 vjeçaria e larguar prej shumë vitesh nga Shqipëria, nuk shfaqi interes për familjen e saj dhe nuk pyeti për askënd. U largua për së dyti, duke mos lënë një adresë.
edhe për historinë e Mimoza Kallmit, ju bëj thirrje dashur miq, kushdo që ka informacion, kushdo që e njeh, mos të hezitojë të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, jo vetëm për Mimoza Kallmin, por për të gjitha pasaporta televizive që ne transmetuam ditën e sotme. Do na ndihmoni shumë për të na dhënë ndonjë lajm dhe informacion, pasi janë familjarët ata që e kanë bërë denoncimin në redaksinë e emisionit pa gjurmë dhe shpresojnë të lidhen sa më shpejt me njerëzit e tyre të dashur që fatkeqësisht i kanë të humbur. Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do i takojmë sërish, ju e dini tashmë, pa gjurmë çdo ditë live nga Hana të Premte, ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.